absolutisht, kam kërkuar vëmendjen e media për këtë deklaratë sot, sepse pak orë më parë, rreth 2 orë më parë, me një vendim Këshillit Bashkiak Lushje, i është kthyer dinjiteti një nga shtresave për ndjekur politik, heqja e titullit qytetar nderi ndaj unë shejtanit Gjergji Velo, do ta quaj për këtë rrim, do më lejoni ta shpreh këtë sepse është rikthyer dinjiteti kësaj shtrese, por edhe qytetit tonë. Është njësoj ka qenë gradimi i tij ose dhënia e titullit nderit ka qenë njësoj sikur në ditën që kujtohet Holokausti të shpallet qytetar nderi Hitleri. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me këtë njerëz kur janë me 10 familje që ne njohim të gjalla, po të cilët nuk jetojnë më, që janë të përsekutuara gjatë viteve që i ka qenë ose të propozuara prej tij gjatë viteve që ka qenë kryetari i komitetit ekzekutiv, që paralelisht dhe automatikisht ka qenë dhe kryetari i Komisionit Internim Dëbimeve të qytetit, ku me 10 familje janë shtuar masa e internimit dhe disa të tjera ju është realisht ju është shkatruar jeta si pasojë e propozimeve dhe atësaj që ka pas në dorë ai në shpirtlikësinë e tij më tepër se sa me forcën e ligjit që jepte koha. Kështu që një njeri i cili edhe pse ka pasur anë ligjore, siç pretendohet, por ligje përcaktonte në gjykimin e tyre, por shpirtlikësia ka bërë punën e vet dhe kjo prevalon mbi të gjitha, nuk mundet kurrësi të ishte qytetari i këtij qyteti, por që në momentin e parë do të kishte kërkuar falje asaj shtrese, të vazhdoi të kërkojë falje asaj shtrese për 10 jetë qytetarësh të çora dëm, të cilët nuk patën mundësi gjatë periudhës, jo vetëm atij, por gjithë periudhës komuniste, të shprehin mendimin e lirë qytetar dhe të kontribuonin në integrimin apo jeta e tyre u shpejtësua, u ndërpre për shkak se s'morrin dot bursë studimi apo për shkak të internimit dhe familjarët e tyre të cilët nuk ka gjetë akoma jeshtra. Kështu që sot duhet falenderoj gjithë këshilltarët bashkiak, të cilët ripropozuan dhe futën në rendite, jo vetëm të djathtë që ja kishin detyrim shtresës për ndjekur politik, por dhe atyre të majtë që sot realisht dolën përtej figurës dhe konturit politik, për t'i dhe kthyer dinjitetin shtresës për ndjekur politik, të cilët ndër të tjera ka është një fitore morale më tepër mbi të gjitha për këtë shtresë. Kështu që sot është vënë, edhe pse kjo është Shqipëri ka mira problemet, por nuk mundet që kjo kategori të përdosesh duke lënë titull qytetar nderi Gjergj Velos. Ishte finalizimi një punë të gjatë, jo të lehtë, të lodhshme, goxha komplekse për të finalizuar me sukses një kërkesë që eshtrat e të parëve tana e kërkonin për të rivendosur dinjitetin e ne përkëmbur nga një vendim që nuk është rasti për të gjykuar, ishte padashje, ishte nga mungesa e informacionit, ishte një kompleks arsyesh që Këshilli Bashkiak Lushje dha titullin qytetar deri një personi që paralel me pozicionin e kryetarit të komitetit ekzekutiv të rrethit mbante dhe postin e kryetarit të Komisionit të Internim Dëbimeve. Është një listë e 6 personash të përndjekur, të cilët kanë patur fatin që me nënshkrimin e Gjergji Velos të zgjatet afati internim dëbimit, të zgjatet afati i internimit, apo dhe të marrin masat të tjera që ky komision kishte në procedurën e tij në kohën që funksiononte. Unë duhet të falenderoj këtu në mënyrë të veçantë Klement Qelën për suportin e madh që na ka dhënë, zotin Samir Korreshi për publikimin që i ka bërë në gjitha nivelet që ai ka mundur dhe ka patur kontakte si deputet, dhe këtu është vetëm fillimi i kësaj gare, sepse me zotin Korreshi ne kemi një dakordsi për të shkuar dhe më tej, për të kërkuar në Komisionin e Ligjeve amendimin e këtij ligji që çuditërisht e përjashtonte kategorinë e Gjergj Velos nga marrja e titullit qytetarënderi dhe përfshinte ky ligj. Dhe me të drejtë, bazuar në ligj, autoriteti dosjeve justifikonte pjesërisht veten, por kjo është një histori e gjatë të cilën mbyllim me sukses dhe falenderoj dhe gjithashtu dhe atë pjesë të këshilltarëve të madh që u bashkuan kërkesës tonë, qëndrimit jashtëzakonisht këmbgulës dhe shumë dinjitoz të komisionit të këshilltarëve të djathtë në Këshillin Bashkiak me zotin Qelën në krye, ku sot u vendos përfundimisht që një histori e ndërthurur dhe me shumë shkopin në rrota u finalizua me sukses dhe një figurë e tillë jo në Lushnjë, por në gjithë Shqipërinë nuk mundet kurrësi
të shkel kaq hapur dy ligje shumë të rënda. E para një ligj për genocid dhe një ligj për shkeljen e drejtave të njeriut, ku të dy këto ligje sot dënohen nga 15 vjet deri në burgim përjetshëm. Një këshill bashkiak, sado i pa vëmendshëm tjetë, nuk mund të anashkaloj këto ngjarje kaq të rënda, ku nëse do të ishim në kohën kur është marrë ky vendim, pavarësisht kushteve në cilat është marrë, nëse dikush nga njerëzit tanë që ishte jashtë vendit i arratisur do ta denonconte Gjergj Velon në atë kohë kur shikonte këto zhvillime urbane në vendet perëndimore, automatikisht ai ishte i ndaluar dhe do të dënohesh për genocid dhe shkelje drejtave të njeriut. Falenderoj edhe një herë suportin që është dhënë nga Samir Korreshi, Klement Qela, gjithë këshilltarët e djathtë, por ata këshilltarët të majtë që u bashkuan thirrjes tonë dhe rivun në dinjitetin e tyre, ose si thua e zhbën këtë vendim të marrë në kushtet që s'është momenti për të diskutuar, por ata kthyen në vend dinjitetin e këshilltarëve bashkiak, duke dhënë qytetarisë lushnjare dhe në mënyrë të veçantë të përndjekurve politik, që kjo është një mënyrë shumë fisnike për të kërkuar ndjesë dhe kthyen në vend një vendim jo të drejtë. Çoi në vuajtje të pafundme një sër familjesh në Lushnjë, të cilat nuk është etike pa marrë lejen e tyre t'i përmendim me emra, të cilët vuajtën kalvarin në fund të diktaturës, vuajtën kalvarin 5 vjeçar të internimit të tyre. Këshilli Bashkiak ndoshta nuk ka pasur djenin dhe referuar edhe autoritetit dosjeve që nuk ishte i plot në dëshminë e tij dhe në autorizimin që ata dhanë, mori një vendim të pa menduar mirë, nuk e di se çfarë, por gjithsesi unë i falenderoj si Këshill Bashkiak që patën mirësinë për ta rikthyer në votim çështjen e zotërisë në fjalë, dhe falenderoj në veçanti të gjithë ata që votuan pro heqjes së titullit qytetar nderi, që çon në vend nderin e qytetit Lushnjës, sepse padyshim që pjesa dërmuese e këtij qyteti ka qenë antikomuniste dhe e ka treguar ndër dekada këtë. Në veçanti duhet falenderoj kryetarin e grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike, zotin Kelment Qela, deputetin zotin Samir Korreshi, dhe siç edhe e thash, u vu në vend nderi i qytetit dhe natyrisht prehen të qetë eshtrat e atyre që vuajtën prej firmës së këtij, se s'mund t'i them despot, sepse despoti ishte diku tjetër, të këtij zbatuesi të ligjit despotit. Edhe njëri falenderoj të gjithë ata që votuan pro heqjes së vendimit qytetar nderi, sepse nuk i jepte nder qytetit Lushnjës, përkundrazi, të zotërisë në fjalë që ka qenë kryetar i komitetit të ekzekutiv të rrethit Lushnja dikur. Edhe njëherë falenderit shumë të gjithë atyre dhe në veçanti edhe zotit Bylykbashi që ka bërë një punë të jashtëzakonshme si përfaqësues edhe i shtresës përndjekurve, por edhe i medias dhe i shoqërisë civile. Dhe edhe njerë po e them deputetin dhe kryetarin e grupit këshilltarëve të Partisë Demokratike, falenderim të i veçantë dhe shumë mirënjohës.